Si? Ti ke qenë në top atëre. Patjetër. Fitoi kampionatin 2002 si kapiten me Dinamo dhe mori El Saidi. Pra El Saidi vrau rivalin duke I marrë më të mirin. Kjo ishte logjika. Ishte një bidhje që nuk është e bëra me qenë, domethënë. Atëherë kur unë shkova ke Tirana, presidenti Dinamo, që unë e kisha dhe mund ta them dhe shok, e kisha shok. Besnik Sulejt. Po, besu me Nikën, të dy. Po, të dy. Domethënë, më thanë që Redi këtu mbaroi te kjo pjesa jote. Jo, mbaroi sepse ata do shkëputeshin nga klubi. Nuk më jepshin garanci për. Po kishte filluar si cikël 98-99, super ekip keni pas. Unë largova në 2002. Po, sa dolët kampion? Sa dolëm kampion. Në atë moment ata e lanë ekipin dhe e morën një president tjetër. Dhe ata s'më jepnin garanci, e mori Deliorgji. Nuk më jepnin garanci për vazhdimsinë e saj. Dhe unë me zemër thyrë, po themi, shkova te Tirana, luajta një vit atje, dola më nxorën kampion dhe ata, se Tirana i nxjerr kampion. Çu thon ata, nxjerr kampion. Jo, është vërtet. Me thënë drejtë. Janë ca gjëra e ke i natë, jepi haku. Sali për shembull ka thënë një gjë shumë bukur që Shkodra I prodhon kampionët, po Tirana I bashkonte ata, pra në kuptimin që po te Partizani ç'na. Po ta thot njëherë atë kritikën e dytë. Po kritikën e dytë, po e vërtetë. Po zgjatëm shumë parë dhe kaluam tani kisha një plotësim tjetër, domethënë. Zembra, Kilit, Demi. E kisha nga fundi. S'ka gjë, e kaloj. Ai që nuk bëre plazh, plazh ke bërë. Te Partizani, me plazh, unë një që bëra plazh në Gusht, u martova dhe që ta di. Kamion bashkëshort. Për që shumë kjo emision. Edhe Themi se s'ka më para. Tani te Partizani, nuk e di. Ke Partizani u kam shkuar u kam një histori të bukur me Partizani që s'kam treguar asnjëherë. Urdhë, prandaj jemi. Unë u ktheva nga Italia në 93. Ishin në Itali më parë. Shkova në 92-shin, neta një vit, 93-shin, fillimi, mund të ketë qenë dhe fillimi 94-s. Dhe unë shkova me Dinamon, kalova si profesionist, do të në fund gjimnazi, 17 vjeç, luajta një vit, më pasaj në Itali sa mbaroj gjimnazi. Unë jam 74. 74, okej. Pra 92-shin kam mbaroj gjimnazi. Unë jam 88-92-shin, kjo është vit e gjimnazi. Dhe atëherë ku njiheshin futbollistat, edhe unë nuk kisha emër, shumë pak deshi kisha bërë me ekipin e parë, para se shkoja në Itali. Në Itali luajta në seri D, aty ku lejoheshin të huajt, po themi. Dhe kur erdha që atje, erdha domethënë pa një lidhje të madhe, domethënë siç ishim ne atëherë. Babai im kishte merr me një biznes të vetëm dhe kishte një Starova, që ishte kushëri me Susarovën. Sule ishte Partizani atëherë. Dhe I thot babai, "Ore, çfarë bësh ti me futbollin?" Thonë. S'kishte fare interes asgjë, domethënë shihej si një gjë kështu. Do nuk kishte interes si gjithë gjëja, jo neve. Po. Kështu shumë kujtuni tash. Ti them një herë ti tha, ti thot të këtij të Sarovës tha.